Të them fakti që nuk i përgatit është fjali e madhe dhe guximshme, por që ka ende vështirësi, do thosha që ka ende vështirësi, që ka ende për të përmirësuar dhe përmirësuar shumë, por qoftë nga ana e teksteve, pra e informacionit, qoftë nga qëllimi për të mësuar, pra ne jemi shoqëri që riprodhojmë. Pra në të mësuarin tonë, edhe në formimin tim, pra sundon mendimi që ne kemi riprodhuar tekstet, ne kemi riprodhuar informacion, pra nuk kemi një mendim kritik, pra po ta shohësh është e vështirë mendimi kritik të disa njerëz. Dhe pikërisht këtu tregohet sfida që arsimimi ynë ka kaluar. Studentët gjatë ciklit të studimeve ose para provimeve, sezonit të provimeve, e manifestojnë ankthin në mënyrë direkte apo indirekte? Mund të manifestohet në forma të ndryshme, në mënyrë direkte, në mënyrë indirekte, edhe të fshehur. Por gjithsesi ankthi nuk të lë. Në momentin që aktivizohet do ta shprehë sepse e ka të pamundur të rezistoj brenda njeriu dhe normalisht në një mënyrë apo tjetër do të shfaqet.